Brenton Kotori, gazetar dhe aktivist. Motra dhe vlezër, kam ardhur këtu sot t'ju them 5 gjëra, shkurt edhe nga zemra, me një fatkeqësim që na ka ndodhur. Fatkeqësia është që sot Shqipëria është e ndarë. Është e ndarë midis atyre që e votuan këtë ligj, midis shqiptarëve që nuk e din akoma se çfarë ka ndodhur, dhe midis nesh që jemi sot këtu, që nuk mund ta pranojmë këtë që ka ndodhur. Edhe pushtuesit vetë me të gjitha të këqijat e veta e kanë mbajtur këtë vend të bashkuar, por sot me gjithse këta tanët e kanë ndarë këtë vend në ne që jemi këtu dhe ne që jemi bashkë. Dhe ata, në fakt, ka vetëm një Shqipëri. Shqipëria nuk është plaçka e atyre të paftyrëve. Në fakt, Shqipëria nuk është as pronë e jona, por sikur se thot Roger Scruton, ne e trashëgojmë nga paraardhësit tanë dhe u jemi borxhlin fëmijëve tanë, pasardhësve tanë, për t'ju trashëguar ligjet që na urdhëron Zoti dhe jo ligjet që shkruan pushteti i batakçinëve. Ata na ndajnë, por ne bashkohemi. Pse mendoni se jemi bërë bashkë sot, musliman dhe të krishterë apo edhe jo fetar? Pse mendoni, pse duhet I bëjmë rezistencë atyre o shqiptarë të mirë? Sepse u jemi borxhlin fëmijëve tanë. Dhe rehatia sot e jona do t'ishte bashkëpunim me të pafytyrët e pushtetit. Dua t'ju them në fund që sot duhet jemi bashkë, mbi të gjitha të nderojmë Krijuesin, që siç na udhëzon në Kur'an, duke vepruar për të mirën dhe duke refuzuar të keqen, dhe siç shkruan dhe na mëson Bibla, të jemi bashkë sepse nëse Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Mos ma prek besimin! Mos ma prek besimin!